Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka bërë një nga deklaratat më të forta politike të kohëve të fundit në lidhje me zhvillimet në Kosovë, gjykatën speciale në Hagë dhe figurat kryesore të shtetit kosovar. Gjatë promovimit të librit Kur heshtja flet të akademikut dhe ish ambasadorit të Kosovës, Prof. Gjura Ahmet Shala, Rama foli publikisht për herë të parë për një situatë që, sipas tij, nuk është bërë kurrë e ditur më parë. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është kërcënuar për rreth 2 vite radhazi, pasi kishte refuzuar të lejonte prokurorët të kontrollonin zyrën e institucionit të presidencës së Kosovës. Rama u shpreh se kërkesa e prokurorëve ishte e justifikuar me pretendimin se mund të gjendeshin prova për krime kundër njerëzimit. Ai deklaroi se bëhej fjalë për një përpjekje që, sipas tij, synonte të krijonte lidhje mes institucioneve të Kosovës dhe akuzave të ngritura ndaj ish-udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, YÇK. Rama theksoi se presidentja Osmani nuk e lejoi një veprim të tillë, duke e konsideruar atë një cenim të rënd të institucionit të presidentit. Sipas tij, kërcënimet ndaj saj zgjatën për 2 vite, por ajo qëndroi në të njëjtin qëndrim deri në fund. Në fjalën e tij, kryeministri shqiptar u ndal edhe tek proceset gjyqësore në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ai deklaroi se, sipas tij, nuk është provuar asnjë lidhje e aktivitetit të tyre me terrorizëm, pastrim etnik apo krime ndaj civilëve. Rama tha se këta drejtues nuk u armatosën për të ndërtuar një politikë shfarosjeje, por për t'ju kundërvënë një politike të tillë ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Ai shtoi se UÇK-ja, sipas tij, luftoi për largimin e sundimit të huaj dhe jo për të vendosur pushtet në një territor tjetër. Po ashtu, Rama theksoi se vetë udhëheqësit e Kosovës votuan në parlament krijimin e një gjykate që në letër është Gjykata e Kosovës, duke nënvizuar se kjo nuk u bë për të vendosur Kosovën në bankën e të akuzuarve. Kryeministri shqiptar theksoi se debati për UÇK-n nuk është vetëm juridik, por edhe historik dhe politik, pasi lidhet drejt për drejt me mënyrën se si interpretohet lufta e viteve 98-99 dhe roli i aktorëve vendas e ndërkombëtar në atë periudhë. Ai shtoi se institucionet e Kosovës janë përballur shpesh me presione të forta ndërkombëtare, të cilat sipas tij kanë ndikuar në vendimmarrje të rëndësishme politike dhe ligjore. Në këtë kuadër, Rama argumentoi se krijimi i gjykatës speciale ishte një kompromis i vështirë për shtetin e ri të Kosovës, i ndërmarrë për të ruajtur marrëdhëniet me partnerët strategjik. Sipas tij, fakti që vetë parlamenti i Kosovës e miratoi këtë gjykatë tregon kompleksitetin e situatës dhe nevojën që kishte vendi për të ruajtur mbështetjen ndërkombëtare. Në vijim, Rama theksoi se çështja e drejtësisë ndërkombëtare duhet të mbështetet në prova dhe standarde të qarta, duke nënvizuar se çdo proces gjyqësor duhet të jetë i paanshëm dhe i bazuar në fakte konkrete. Ai deklaroi se drejtësia nuk duhet të perceptohet si instrument politik dhe se stabiliteti në rajon lidhet drejt për drejt me besimin e qytetarëve te institucionet dhe te proceset gjyqësore. Sipas tij, çdo dyshim mbi paanshmërinë e proceseve rrezikon të krijojë tensione politike dhe shoqërore jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin. Në fund të fjalës së tij, kryeministri shqiptar theksoi rëndësinë e unitetit politik mes Shqipërisë dhe Kosovës në momente që ai i konsideroi të ndjeshme për të ardhmen e rajonit. Ai u shpreh se bashkëpunimi institucional dhe koordinimi diplomatik janë të domosdoshëm për të përballuar sfidat ndërkombëtare dhe për të forcuar pozitën e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Rama shtoi se, pavarësisht debateve dhe zhvillimeve gjyqësore, perspektiva euroatlantike e Kosovës mbetet objektiv strategjik dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm politik e diplomatik. Kryeministri shqiptar foli edhe për raportin e Diçk Martyt, i cili në të kaluarën ngriti pretendime për trafikim organesh nga drejtues të UÇK-s. Rama e cilësoi këtë raport si pikënisjen e një procesi shumë afatgjatë politik, i cili sipas tij është shtyrë përpara nga aktorë ndërkombëtar dhe është shndërruar në një rezolutë që ende nuk është rishikuar nga Këshilli i Evropës. Në deklaratën e tij, Rama përmendi edhe ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai tha se momenti kur Thaçi u nis drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës shënoi një kthes, duke pretenduar se që prej asaj kohe ai është marrë peng nga procesi gjyqësor në Hagë.
Sipas Ramës, zhvillimet që pasuan përfshin një zinxhir ngjarjesh politike dhe juridike që kanë ndikuar drejt për drejt në jetën institucionale të Kosovës. Në këtë kuadër ai vendosi deklaratën për kërcënimet ndaj Vjosa Osmanit, duke e paraqitur si pjesë të njëjtit kontekst. Deklaratat e kryeministrit pritet të nxisin reagime politike si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Pasi prekin drejt për drejt proceset gjyqësore ndërkombëtare dhe figurat më të larta shtetërore të Kosovës, Rama theksoi se, sipas tij, institucionet e Kosovës kanë mbrojtur integritetin e shtetit dhe se refuzimi i presidentes për të lejuar kontrollin e zyrës ishte një akt për ruajtjen e dinjitetit institucional. Mbetet për tu parë nëse këto deklarata do të pasohen nga reagime zyrtare të institucioneve të Kosovës, të gjykatës speciale apo të aktorëve ndërkombëtar të përfshirë në këtë proces. Një pjesë e rëndësishme e fjalës së Ramës u përqendrua edhe te ndikimi që këto procese kanë pasur në perceptimin ndërkombëtar të Kosovës.